Nuk do të harxhoni më lek, llumi i kafes ju shpëtoni jetën. Kafeja njihet për vetitë e saj energjike për uljen e rrezikut të depresionit, por ajo që duhet të dini është se llumi i saj është aq i rëndësishëm sa vetë kafeja. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt do t'jap shumë përfitime për shëndetin tuaj. Ndaj, nëse doni që të merrni këto vlera, mos nguroni që të përdorni gjithashtu edhe dhumin e kafes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Llumi i kafes mund t'japë rezultate fantastike edhe për maskat e fytyrës. Me rezultate mjaft të mira në këtë drejtim do ta keni më të lehtë edhe të përfitoni prej saj. Ka disa vite që kompanitë më të mëdha kozmetike e përdorin llumin e kafes edhe në produktet e tyre kryesore. Kafeja mund të përdoret si maske ndryshme për të gjitha llojet e lëkurës, për të trajtuar puçrat, aknet dhe për t'i dhënë elasticitet lëkurës suaj. Nëse doni flok më të shëndetshëm, në ndihmë do ju vijë gjithashtu edhe përdorimi i llumit të kafes. Masazhoni lëkurën e kokës me llumin e kafes, dhe flokët tuaj do të ndihmojnë gjithashtu në një rritje më të shpejtë të tyre. Përdorimi i saj në këtë mënyrë sigurisht që do t'japë rezultate fantastike në rigjenerimin e tyre dhe në parandalimin e humbjes së flokut. Redukton celulitin. Përzjeni llumin e kafes me vaj kokosi dhe krip dhe masazhoni zonën ku keni celulit me lëvizje në mënyrë rrethore. Bëheni këtë gjë të paktën 2 herë në javë dhe rezultatet do t'jenë më të dukshme dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Neutralizoni erën e pakëndshme të enëve. Në rastet kur i keni lënë ushqimet për një kohë të gjatë në frigorifer dhe ushqimi është të prishur, mund të bëni edhe një recetë natyrale në kushte shtëpie. Llumi i kafes ju vjen në ndihmë në këto raste për të neutralizuar kështu erën e keqe të enëve tuaja. Mbron bimët. Llumi i kafes mund të përdoret në formën e pleut që të mbajë larg bakteri të ndryshme të cilat dëmtojnë bimët. Llumi i kafes ndryshon ngjyrën e luleve në varësi të nivelit të pH-it të tokës dhe kështu do t'japë edhe një lehtësi më të mirë edhe në mbrojtjen e bimëve tuaja. Ata që kanë në kopësht, por edhe ata që kanë në balkonin e tyre me vazu me lule, e dinë se plehu jo gjithmonë është i pasur me vlerat e nevojshme për bimët. Për më tepër bimët që ju keni mbjell i thithin të gjitha këto vlera duke e lënë plehun më të zbrazët. Llumi i kafes përmban disa nga mineralet kryesore që nevojiten në rritjen e bimëve siç janë nitrogjeni, kalciumi, kaliumi, hekuri, fosfori dhe magnezi. Ndaj edhe përdorimi i llumit të kafes në kopshtin tuaj do t'japë rezultate fantastike në rritjen e vlerave të pH-it të tokës dhe gjithashtu në bimë më të shëndetshme. Plerimi i tokës suaj me llumin e kafes sigurisht që do t'jetë një nga alternativat më të çmuara për të patur gjithashtu edhe bimë më të shëndetshme dhe për t'i mbajtur ato edhe më të mbrojtura. Llumi i kafes është një alternativë e çmuar edhe për të mbajtur larg insektet. Disa përbërës që gjenden kryesisht te llumi i kafes si kafeina mund të jenë të dëmshëm për insektet, pasi mund t'i duken atyre shumë toksike. Për këtë arsye ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar insektet e bezdishme siç janë muskonjat, gjithashtu edhe mizat. Këshillohet të spërkasni oborin tuaj me këtë përbërje, ose të lidhni disa enë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Nëse doni të mbani larg kërmijt nga bimët tuaja, spërkasni rreth e përqark bimës suaj dhe kërcellit të saj llumin e kafes, dhe kështu do ta keni më të lehtë të keni bimë më cilësore në ambientet tuaja. Llumi i kafes do të neutralizojë aromat e keqia. Ai arrin të neutralizojë aromat e ndryshme duke u mundësuar që ju të mos keni edhe erë të keqe në shqisat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit, i cili është një element aromatik i fortë i cili do t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Ju mund të vendosni një gamë të llumit të kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar atë nga aroma ushqyese e keqe. Gjithashtu ju mundeni që të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi ta keni tharë, ta vendosni atë në këpucë, në çantën e palestrës, në dollapin ku keni rroba ose në makinë për të larguar kështu erërat e këqija.
Madje edhe mund të lani duart me këtë pasi keni qëruar hudhër, qep ose peshk, për të larguar kështu edhe aromat e këqija. Atë mund ta përdorni edhe si një përbërje natyrale për pastërtinë. Llumi i kafes ka qenë dhe është përdorur si një zgjidhje natyrale kundër një sër komplikacionesh. Ndaj, nëse doni të përmirësoni kështu edhe pastërtinë tuaj, përdoreni llumin e kafes. Llumi i kafes trajton rrafët e zinj poshtë syve. Lëkura afër syve është vendi i parë ku shfaqen shenjat e para të plakjes. Shumë faktorë ndikojnë në formimin e rrafëve të zinj dhe në fytyrë poshtë syve, përfshirë qarkullimin e pamjaftueshëm të gjakut. Llumi i kafes është një zgjidhje premtuese pasi është i pasur me antioksidantë dhe kafeinë. Ai mundëson edhe uljen e inflamacionit dhe të enjtjes. Përmes antioksidantëve lufton radikalet e lira dhe parandalon krijimin e rrudhave. Mjafton vetëm të shtoni pak ujë dhe pak vaj ulliri në llumin e kafes duke formuar një pastë. E aplikoni në zonën poshtë syve dhe e lini për 10 minuta para se ta shplani. Mund ta përsërisni këtë procedurë çdo ditë dhe rezultatet që do të merrni janë fantastike edhe në mbrojtjen tuaj të higjienës. Kafeja është një nga pijet më të njohura në botë. Për disa është një burim shumë i madh i energjisë, e pasur dhe e dobishme për organizmin tuaj. Por me sa duket, për disa të tjerë është edhe një ilaç çuditëbërës që mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e përditshme. Ja disa arsye pse kafeja dhe llumi i saj duhet të bëhen pjesë e pandare e dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe që ato bartin. Nga kafeja nuk hidhet asgjë, qoftë edhe llumi i saj që ka qenë i pasur me substanca të veçanta ushqyese që përdoren gjithashtu edhe në trajtimin dhe largimin e një sër komplikacionesh. Ekspertët e cilësojnë llumin e kafes si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për dietën tuaj të përditshme. Ndaj, sigurohuni që llumin e saj ta përdorni vazhdimisht edhe për të ndikuar drejt për së drejti në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Llumi i kafes mund të përdoret edhe kundër hirit. Nëse keni fatin të keni oxhak në sallon ose në kuzhinën tuaj dhe jeni të terrorizuar nga pluri që formohet kur e fikni atë, atëherë në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i llumit të kafes. Përdoreni llumin e kafes për pastrim. Lyeni me llumin e kafes njollat brenda oxhakut dhe në këtë mënyrë do t'jetë më e thjeshtë edhe mbrojtja e shëndetshme e tyre. Sigurohuni të përdorni këto teknika në mënyrë të rregullt që të keni edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Llumi i kafes do të përdoret për të aromatizuar gjithashtu edhe frigoriferin. Kjo është një metodë që përdoret gjithmonë më shpesh për familje të cilat duan që të blejnë edhe produkte të ndryshme për të pastruar frigoriferin. Kjo është një alternativë e cila do t'jap një mbrojtje më të mirë për largimin e aromave të këqija. Nëse doni të largoni aromat të këqija të frigoriferit, vendosni një tas me llumin e kafes brenda në të. Kështu do ta keni më të lehtë të mbroni gjithashtu edhe shëndetin dhe të evitoni një sër komplikacionesh. Sigurohuni të përdorni si duhet llumin e kafes dhe kështu do të keni rezultate të shumëpritura edhe në mbajtjen larg të erës së keqe të tyre. Llumi i kafes mund të përdoret gjithashtu edhe për eliminimin e problemeve tuaja të celulitit. Përse të harxhoni para për kremra të shtrenjtë anticelulit, kur mundet të përdorni gjithashtu edhe llumin e kafes. Është një nga alternativat tuaja më të çmuara me rezultate fantastike që do të ndikojë drejt për së drejti edhe në nxitjen tuaj më të mirë të rigjenerimit të lëkurës. Kështu, këto përdorime të ndryshme të llumit të kafes do ta bëjnë atë një nga zgjedhjet më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Ndaj mos nguroni që ta përdorni edhe në dietën ose në përditshmërinë tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.